Kryesisht se nuk është e qartë se kush janë të mirë dhe të këqij në këtë betejë, në këtë luftë. Prandaj është dhe gjendja kaotike, ka një konfuzion domethënë të gjerë, nuk është vetëm konfuzion në Shqipëri, po është po ta vësh re në gjithë perëndimin, po mbi të gjitha edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe le të jap dy shembuj. Në momentin që u bë sulmi i Izraelit mbi Iranin, sekretari i shtetit Rubio bëri një deklaratë ku i distancoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ky sulm. Dhe menjëherë ju kërkoi iranianëve të mos sulmonin bazat amerikane dhe të qëndrojnë larg sepse Amerika nuk bënte pjesë, do të thënë nuk dinte gjë për sulmin që kishte bërë Netanyahu. Del Trump dhe thot, Trump bën të kundërtën e sekretarit të shtetit të qeverisë vet. Del Trump dhe thot që e merr përsipër, thot që ne kemi folur me Netanyahun dhe kjo ndodhi sepse iranianët ka përsyen në afatin, do të thënë brenda afatit cilin ju kishim lënë, nuk i dhanë zgjidhje çështjes së armëve bërthamore, negociatave që do të zhvillonin dhe për këtë arsye Izraeli ka drejt të sulmojë, por i paralajmërojmë iranianët të mos sulmojnë, të bëjnë kujdes mos sulmojnë ushtarët tanë sepse do na fusin në konflikt. Në këtë kontekst, pastaj vjen dhe perëndimi dhe ju bët pyetje në fillim, a do të ketë luftë e tretë botërore apo jo? A ka nis? A ka nis luftë e tretë botërore? A do të ketë, mund të kemi pyet disa dekada rresh, po kam frikë se ka Interi para francezët ka pas drejt. Ajo ka plas, po ne nuk duam ta shikojmë. Duke ju referuar kemi hallën e pushimeve, kupton kush do të. Duke ju referuar historicizmit, na rezultojnë dy elementë që na bindin do të thënë na bëjnë ne të bindemi se kur është lufta botërore. E para, për mendimin tim, është kur në lojë hyjnë ebrejt, dhe ebrejt sapo janë futur, dhe dyta është kur futet perëndimi, që do të thotë Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse konfliktet të tilla midis edhe fuqive të mëdha dhe vendeve lokale në zonat caktuara të globit kemi pas gjithmonë. Ato nuk janë shuar ndonjëherë, si në linjën e mesme, si në kjo jo, po ka pas. Sepse ka pas luftë Bashkimit Sovjetik në Afganistan, pushtim. Po pra, ka qenë Bashkimi Sovjetik në Afganistan e tjera, por dush futet edhe pushtimin e Afganistanit në amerikanë. Kur futen ebrejt, por ky konflikt, kur futen izraelitët, shumë to raketat dhe ndërkohë avionët civil që kalojnë mes dhe xhirojnë raketat që ecin në kokë. Unë mendoj që jemi në paradhomën e luftës reale, asaj lufte që do na pengojë të bëjmë pushimet si shteti, në mos do na marrë jetën. Sepse vetë po të ndihni lajmet në Francë, në Itali, në Gjermani e tjerë, do të shikoni që në Gjermani mbi të gjitha, Evropa ka filluar përgatitjet serioze për luftë. Dhe ata parashikojnë që brenda 2-3 vitesh do të thonë të ketë luftë dhe përgatitjet tyre për përsosjen e armatimit dhe masave mbrojtëse, por edhe sulmuese, janë në një dimension të paparë ndonjëherë, vim tek ajo që thotë Landi, të krahasuara me ngutjen që pati për ato fuqitë cilat e menduan luftën e dytë botërore dhe u futën të përgatitura në luftën e dytë botërore. Vendet që nuk u përgatiten për luftën e dytë botërore, siç ishte Franca, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ndonjë fuqi tjetër, qoftë edhe Britania e Madhe, por kjo ishte pak më para se sa të tjerët, u bën të mirët e asaj lufte, do të thënë krijuan bllokun e të mirëve dhe të këqijve. A kemi një blok sot të mirëve dhe të këqijve, do të thënë? Rusia është e paqartë, vetë Rusia është e pafuqishme ta mbrojë Iranin edhe pse ka pasur marrëveshje me Iranin për ndihmë reciproke. Siç pati dhe me Sirin, por siç pati dhe me Sirin dhe nuk mundi t'ia jepte, ti bënte dot asgjë. Tani nuk mundet, apo Rusia është duke negociuar vetveten fitoren e saj, daljen me lavdi nga lufta, me atë që thatë ju me Trumpin, pra të mirët të këqij dhe Trumpin mes, këtë gjë do ta shohim, do ta mësojmë në ditët në vazhdim. Çfarë po ndodh tani me luftën me Iranin? Irani kërkon perëndimin ndihmë dhe i thotë, nëse ne do të vazhdojmë të jemi në luftë, ju do të keni probleme të mëdha ekonomike. Sepse është një nga tre vendet. Ka patur sot një lajm që ka dhënë vetëm Wall Street Journal, cili edhe ne nuk e dham pasi është lajm që ka dhënë vetëm një burim, sipas cilit Teherani ka kontaktuar dhe Europën, ka kontaktuar dhe Shtetet e Bashkuara me idenë që të ndërhyjnë për të gjetur një. Po dhe Putin ka marrë disa herë telefon Trumpin dhe ka folur me Trumpin. Kjo është e konfirmuar. Ka dhënë Wall Street Journal se ka dhënë askush tjetër. Pra kjo tregon që e kanë marrë dhe mediat. Po e kanë marrë, po është një lajm me shumë, është marrë me shumë rezervë. Përveç të paktën me Putin është folë dhe është konfirmuar që Putin ka pasur telefonata me Trumpin, po kështu dhe Erdogani nga ana e vet ka telefonata me Trumpin sepse Erdogani e ka frikën të dy fish, të shumë fish bile. Sepse ka dhe nga brenda. Tani gjithë çështja është këtu. Shikoni pak se çfarë bën Netanyahu.
Netanyahu lëviz në 3 dimensione. Dimensioni i parë është dimensioni ushtarak, dimensioni i dytë është dimensioni politik dhe dimensioni i tretë është dimensioni për çfarë sundo. Sepse ai përfiton nga rasti ajo që thatë ju në editorialin tuaj që vetë populli iranian nuk lufton tashmë për atë dheun dhe këtë mundohet të shpjegoj Netanyahu, por pikërisht por luftojnë për një regjim i cili ka qenë armik i popullit të tyre. Tani për kuriozitet ne harruam një fakt shumë të rëndësishëm. Në Shqipëri kemi opozitën iraniane. Dhe ne nuk e dim se si ka reaguar opozita iraniane në këtë moment. Jam i bindur që ata mezi presin, apo si do reagojnë. Jam i bindur që mezi presin rënien Një nga arsyet pse ata gjenden në akuzë nga vetë iranianët është se ato dikur bashkëpunuan edhe me Irakun kundër temi interesave të Iranit, pra temi ata nuk është kështu që edhe këta janë fakt, mendoj unë, ne nuk e dim se çfarë po bëjnë, por edhe këta ma merr mendja që do të jenë faktori brendshëm për ta dobësuar regjimin e Ayatollah Khomeini nga brenda. Dhe shto këtu faktin që Izraeli ka depërtuar përpara se sa të realizonte planin brenda territorit iranian. Dhe kjo është kishin ngritur bazat celula brenda territorit iranian. Vërtet kanë kontrolluar 1/3 e gjithë, kanë zhdukur, kanë eliminuar 1/3 e gjithë bazave raketore dhe bazave ushtarake dhe ende vazhdojnë, por edhe në lajmin e fundit para se të fillonte emisioni, televizionet franceze kishin njoftuar që përsëri Netanyahu ngul këmbë që duhet eliminuar fizikisht Ayatollah Khomeini, Khamenei, sepse, thot ai, kjo do ta qetësoj krizën.